dhe miq jashtë. Ishte diçka shumë e bukur. Kush janë nga këta personazhet, ose një, dy që të duken shumë real dhe ti konsideron që mund ta keni një derë të hapur të miqësisë jashtë? Ronaldo një, që më pëlqeu shumë, por dhe Brikena, them të drejtën. Është shumë reale, siç e shikojmë dhe nga jashtë, po ashtu ishte edhe nga brenda. Me ata që s'do duash të astrastisë? Nuk s'mund të them që nuk i pëlqej, më kupton, jemi tipa të ndryshëm. Ndonjëherë edhe mund të afrohemi më shumë me disa persona, nganjëherë edhe. Po besoj se jam miq me të gjithë. Okej. Ke bën 28 vite në Angli. Goxha shumë, pra një jetë e tërë. Ke ikur shumë e vogël dhe sa herë vajtje ardhje në Shqipëri, nuk e ke gjetur asnjëherë të njëjtën, besoj. Gjithmonë një Shqipëri tjetër, qoftë nga mënyra se si dukej, si zhvillohej, por edhe nga mendësia e vet qytetarëve. Në krahasim me kur kemi lëvizur neve në 99-ën me 2026-ën që jemi tani, Shqipëria ka ecur shumë përpara. Edhe sa më shumë vi, aq më shumë më pëlqen. Të bën kjo që ta mendosh një rikthim kështu të përhershëm? Prandaj po bëj këtë që po bëj, sepse neve kemi në mendim për të lëvizur.